Përshëndetje miq, si çdo javë jemi në studion e radios Singjallja për të zhvilluar biseda të ndryshme me temat që na prekin të gjithëve. Jam në studio me Miron Çakon. Miron, faleminderit shumë që vjen çdo javë dhe pranon ftesën. Shkënaqësi për mua. Në fakt, neve do flisnim në lidhje me barazinë gjinore, por kur vjen puna tek gjinia, siç edhe keni dëgjuar ditët e fundit, ka disa tema që njerëzit edhe kisha ka mbajtur qëndrimin e vet. Kur themi barazi gjinore, barazi me disa gjinive, sa gjini kemi, Miron? Shiko, në qoftë se ne shikojmë nga natyra na tregon që kemi dy gjini. Po. Mashkull edhe femër. Aq më tepër në qoftë se ne pasaj mbështetemi në pohimet hynore ose biblike, aty na tregohet që Perëndia e krijoi njeriu sipas ikonës dhe ngjashmërisë në mashkull dhe në femër. Pra, gjinit janë të përcaktuara si nga fjala e Zotit dhe nga krijimi që ne shohim dhe nuk mund të diskutohet puna e gjinisë. Madje unë them nëse kjo puna e gjinisë sot gjini asnjanse që numërohen rreth 72-76 gjini deri më sot, nëse do të diskutohen në një kohë tjetër ku njerëzit ishin më normal dhe më me këmbë në tokë, këto do trajtoheshin si probleme psiqike. Por sot kutia e Pandorës është hapur dhe tani ka shpërthyer të gjitha këto marrëzit për mua, deri aty sa ne të bëjmë sikur nuk shikojmë, sikur nuk dëgjojmë, të dalim nga realiteti dhe të krijojmë tani gjini virtuale. Do me thënë, kur ti je i përcaktuar në gjinin, në seksualitetin tënd dhe të thua që unë nuk jam mashkull ose femër, po ndjem ajër, ndjem universin, ndjem lule, ndjem mace, ndjem nuk e di, ndjem si shoqëria, ndjem, do me thënë, po ti lexosh ato, thua a jam unë normal? Por sot në këtë trendin e këtij brezi ok, do me thënë të ndriçuarit, duket si një modernitet edhe të kap dhe e turmës tashi dhe po mos thuar që kjo nuk është e saktë, del si kur je jo konservator, po sikur je i prapambetur që ti thu ka një gjini mashkull dhe femër. Pra, po kalojmë në një kohë marrëzie. Dhe më e keqja është se këto sot po kërkojnë të ligjërohen dhe një pakic shumë e vogël kërkon të kontrolloj shumicën edhe me ligje dhe me karton. Sot duhet dini se në parlamentin tonë do diskutohet ky ligj dhe nuk e dihet do të votohet, në kuptim do votohet, por do pranohet apo jo. Pavarësisht se komunitetet fetare kanë rënë në unison dhe kanë bërë një deklaratë zyrtare, dërguar qeverisë, parlamentit, që bien ndesh me këtë ligj të jo barazisë gjinore, por të gjinia asjanse, duke thënë se kjo bie ndesh me krijimin që ka bërë krijuesi dhe që ka krijuar mashkull dhe femër. U duk sikur në fillim u dëgjua ky zë i komunitetit fetare, por shikojmë që ky ligj është sjell përsëri në parlament për votim dhe sot me sa di dhe unë ka dhe një protest nga njerëz të ndryshëm që si them bien ndesh me këtë ligj dhe nuk e pranojnë. Nuk pranojnë denaturalitetin. Ky është denaturalitet. Miron, cilat janë pasojat shpirtërore të njeriut kur është përballë këtyre çuditërave? E para duhet dim një gjë që këtu kemi një përballje ndërmjet teizmit dhe naturalitetit me ateizmin dhe denaturalitetin. Kemi dy rrymë. Dhe këto probleme nuk janë të tanishme, këto janë të kahershme. Hermafroditi, që janë ata që lindin sepse del tani një tezë, unë po e zgjeroj pak si temë. Del një tezë që ka persona për shembull që kanë lindur me gjini asnjanse, jo asnjanse, por që nuk është një gjini përcaktuese. Dhe thonë ata ja si edhe tek njerëzimi shikojmë njerëz të lindur të tillë dhe prandaj kjo duhet justifikohet. Por duhet dim që në lashtësi, që në grekët e lashtë, dhe Hermafrodit ja vun emrin sepse Hermesi ishte biri i Afroditës, ishte miti, i cili u bashkua me një nimf dhe pastaj ai mori një trup edhe mashkull, edhe femër. Pra,
që në kohët e lashta ka lindur njerëz të tillë dhe njerëzit duke mos i dhënë zgjidhje këtij problemi kanë pasi perëndi ose i kanë mitizuar si perëndi dhe e kanë pranuar këtë si diçka të perëndishme. Por sot shkenca e mjekësisë na vërteton se këto nuk janë naturalitete, këto janë mutacione ose janë probleme gjenetike, të cilët fatkeqësisht vinë te disa njerëz për arsye, si them, gjenetike të prindërve ose mund të jenë dhe aksidente tjera që shkenca e mjekësisë i trajton me analiza hormonale, kromozome dhe shikon dhe seksualiteti i cili është primar. Dhe kur lindin fëmijë të tillë, atëre është impenjimi që bën mjekësia për të përcaktuar gjinin. Për shembull, shikohet kush seks është diçka më i zhvilluar dhe primar. Ose në qoftë se ky seksualitet nuk është shumë i dukshëm, atëherë bëhen analizat e kromozomeve dhe hormoneve dhe përcaktohet gjenetikisht se çfarë është ky njeri, çfarë ka prirjen, mashkull e femër, dhe kjo nuk mbetet diçka e pazgjidhur. Prandaj këta, edhe pse kanë probleme të tilla gjenetikisht ose të përfituar gjatë jetës, që janë fatkeqësi, mutacione, aksidente që trajtohen nga shoqëria, mbështeten nga shoqëria, edhe nga mjekësia, por dhe nga kisha. Atëherë këto janë probleme të cilat nuk duhet përcaktojnë një ligj që të ndryshojmë gjithë gjinin mashkull dhe femër që e ka pothuajse jo vetëm raca njerëzore, por gjithë krijesa. E di si duket kjo Meron? Sikur njerëzit janë okay me dy gjini, por duan të bëhet kjo rromuja, duan të shpërqendrohet njerëzimi. Këtë mbështetin grupet liberale në thonjza, ose këto grupet LGBTQ që vazhdon ajo pafundësisht, ajo ndryshimi dhe si them perversioni, se fjala perversioni duket do të thënë denaturaliteti. I mbështesin to duke thënë që ja ku ne justifikohemi që të kemi orientime të ndryshme seksuale për ndryshe nga ajo çfarë kemi lindur ne. Pra ata këtu duan të përligjin orientimin e tyre seksual, që jo që është i lindur, po që është i zgjedhur sipas dëshirës, pasionit të tyre. Që në kishë të trajtojnë si sëmundje, jo sëmundje mendore, si trajtoheshin përpara, por kisha gjithmonë në shekuj ka trajtuar sëmundje mëkati ose pasion. Dhe i ka trajtuar që në fillim. Dhe çështja është që këta kërkojnë ta përligjin këtë, që kështu pastaj të hapet ajo kufiri dhe mos kemi më kufi, jo vetëm për caktimin e gjinis në lajthitje pafundësisht, por të cënohet familja. Sepse çfarë thuhet në Bibël? Dhe Perëndia e krijoi mashkull dhe femër, njeriu, dhe burri lë nënën e babën, merr gruan e vet e bëhet një mish. Dhe këtu fillon qeliza e trupit njerëzor, që është familja, dhe nga familja riprodhohet raca njerëzore dhe kemi ardhur deri sot. Në qoftë se ne do kishim këto marrëzi, shekuj përpara njerëz do ekzistonim sot, sepse dal nga dal do fshi bashkimi seksual, nuk do kishim familje, nuk do kishim njerëz. Prandaj, kjo bie ndesh e para me familjen dhe riprodhimin e racës njerëzore, që është jetik. Pra është një ligj anti-njerëzor, anti-familjar, anti-shoqëror. Dhe aq më tepër ne këtë e shikojmë jo kaq të thjeshtë. Pavarësisht se duken konspiracion këto gjëra, nuk është shumë. Në Bibël ne shikojmë që fatkeqësisht natyra njerëzore, duke ju vënë veshin frymërave demoniake, okulte, antikrishte, do degradojë deri aty sa do përligji denaturalitetin, e thot Krishti. Dhe fundi kohës ënë si kohën e Lotit. Koha e Lotit nuk ishte gjë tjetër, ishte vetëm se denaturaliteti, perversioni, homoseksualiteti në luginën e Jordanit, ku ishin dy qytetet Sodoma dhe Gomora, u përligjen. Por si përfunduan ato? Përfunduan të shkatruar me zjarr dhe sufër, dhe sot aty si dëshmi kemi detin e vdekur. Dhe poshtë detit të vdekur janë gërmallat e këtyre dy qyteteve, që e ka lënë Zoti si shenjë nëse njerëzimi do ligjeroj, se mund të ketë njerëz që i kanë këto. Por kur këto ligjerohen nga shoqëria, pranohen nga shoqëria, bëhen ligj shoqëror, atëherë është mëkat dhe është përgjegjësi publike dhe mbajmë kosto të gjithë neve. Pikërisht. Miron, sa të rrezikuar janë fëmijët nga këto që po ndodhin? Sepse nëse kjo do bëhet ligj,
Atëherë, në gjitha të përgatitjen mësimore që do bëjnë, që nga shkollat, kopshtet, edhe këtu po flasim, shkollat dhe kopshtet fillore, sepse aty është problemi, se fëmijën varet çfarë i thua, kurse i rrituri ka lapsi për të dalluar gënjeshtën nga vërteta, kurse fëmia nuk ka. Në qoftë se ne fëmijët do t'i themi që ti nuk je mashkull e femër si ke lindur, por je një gjini si e ndjen ti, dhe fëmia mund të manipulohet. Mendo tani, në qoftë se kjo ngulitet që në fëmijë, çfarë do bëhet me atë pasaj? Do jetë shumë e vështirë për ta orientuar, për t'i thënë jo, ti je i tillë. Prandaj, po i ligjëruam këto, atëherë nuk kemi ne të drejtë, nuk kemi asgjë për të thënë që këto mos futen si në kurrikulën e mësimore të kopsheve parashkollor që janë edhe shkolla. Atëherë çfarë do bëjmë? Do me thënë, ne rrezikojmë gjithë si një shoqëri, pra fusim një virus i cili do preki shumë individ dhe në fund do të dëmtoj gjithë shoqërinë, sepse do të dëmtoj qelizën bazë. Unë kam thënë të njëherë tjetër, nga vijnë smundjet kanceroze? Smundjet kanceroze vijnë nga modifikimi që bën një qelizë e vetme, fillon dhe ajo e kthe ndryshohet, pra në vend që ajo të bashkëpunojë me tjetër bëhet në vetvete, hat veten dhe të tjerat, dhe fillon si them trupi kanceroz brenda një trupi tjetër. Pra, këtu po krijojmë një kancer moral, shpirtëror, shoqëror, me duart tona, me karton, dhe do ta shikojmë më vonë të keqe kaq të madhe. Prandaj, shoqëria e cila është e vetëdijshme, jo vetëm ajo fetare, por dhe ajo që është si me këmbë në tokë, natyrale, e shikon këtë ligj në Evropë dhe kudo në botë, edhe në Amerikë, e shikon si kundër njerëzimit dhe kundër familjes. Prandaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës e hoqën këtë ligj. Në Evropë vetëm Gjermania dhe Malta e kanë këtë. Pra nuk është kusht që ne tym në Evropë duke e ligjëruar këtë lloj agjende. Pra, çështja është pse po bëhet kjo? Pse po imponohet kjo? Kjo është kushti që ne tym në Evropë. Po nëse ky është kushti që ne tym në Evropë që të shkatrojmë familjen, atëherë kur mos hyshim në Evropë, sepse i bie që ne të shkatrojmë vendin tonë. Po shkatrojë familjen, do shkatrojë shoqërinë. Atëherë ne nuk do jemi më vend, nuk do jemi më popull, nuk do jemi më kombë. Prandaj është shumë serioze kjo çështje. Si të mbrohemi? A kemi mundësi që neve të mbrojmë pavarësisht se jemi qenie shoqërore dhe komunitare dhe normalisht bashkëpunojmë dhe jetojmë me të tjerët? Patjetër që ne kemi mundësi të mbrohemi. E para mbi të gjitha, ne kemi zë për të folur. Pra duhet të protestojmë në mënyrë qytetare dhe të grejmë argumentet siç janë ngritur dhe sot, si nga komunitetet fetare, sepse në këtu unë po flas një përfaqësues i kishës, por edhe nga shoqëria civile, janë ngritur dhe kanë thënë jo, nuk e pranojmë. Pra, nuk mund të vendosin për shumicën një pakicë. Është e pamundur. Pakica duhet i nështrohet shumicës. Dhe këtu nuk po flasim për barazi gjinore. Kush e ka ndaluar barazin gjinore mashkull dhe femër? O është e barabartë sot femra me mashkull, sidomos dhe në Shqipëri, s'ka një problem. Nuk po shikojmë ne se ka një ligj që diskriminon femrën ose pakicat. Jo. Përkundrazi. Por këtu është problemi një të shkatrojmë atë që quhet krijim unik i Zotit, mashkull dhe femër. Dhe duhet bëhemi, si them, të bëhemi të marrë me zor, që themi jo, kjo nuk është mashkull, po mund të jetë diçka tjetër, pavarësisht se ajo është mashkull dhe pavarësisht se ajo është femër. Dhe duhet pra të ngrejmë zërin me argumenta logjik. Tu po flasim për logjik. Dhe krau tjetër flet në mënyrë alogjike. Dhe ta thash, këto do trajtoheshin si probleme psiqike më përpara. Sepse njerëz se mbusheshin në spitale psiqiatrike. Se dilte njëri thoshte unë jam nuk e di çfarë thosh. Jam Zoti, unë jam mbreti, unë jam kështu. Ai thot unë jam ndjem lule. Ndjehesh lule dhe ti e pranon njëri normal, ose ndjem mace, ose ndjem eter, ose ndjem pem. Dhe ti thu ky është njëri normal, dhe hajta bëjmë ligj këtë, a kupton ku jemi tash? Në spital psiqiatrik publik? Kjo është tani çmendur me zor. Prandaj është alogjik ky ligj, është një kapriçe alogjike dhe është agent që duan për të ulur popullatën në forma ndryshme. Kjo është një ndër format, dhe për të hequr madje dhe kënaqësinë seksuale. Ne mbrapa gjithë kësaj agente shikojmë frymën antikrishtit të djallit.
i cili do të vi, sepse ka thënë Bibla që do vi. Nuk është diçka që neve është konspiracion. Ajo është në Bibël. Do të vi. Do të jetë koha më e keqe e njerëzimit. Kemi hyrë në këtë kohë? Patjetër që ne kemi në shenjat apokaliptike. Dhe gjithë kjo shturje dhe ky perversion i ligjëruar është shenja apokaliptike. Dhe çështja ne nuk mund të caktojmë kohë, datë dhe vit, të nuk e përcaktojmë dot. Po si kohë ne kemi hyrë. Dhe gjitha këto kanë për të ndodhur. Po çështja është kjo nuk justifikon, ka për ndodhur ajtërim neutral. Jo, ne do bëjmë atë kundërshtimin ton. Dhe djalli, ta dini, kërkon që njeriu mos ketë asnjë kënaqësi në jetë. Pavarësisht se ai duket shumë liberal dhe justifikon mëkatin, që në thonjza është një kënaqësi, ai kërkon të heqë dhe kënaqësinë seksuale. Që në vetvete është një dhuratë e Zotit që ka dhënë njeriu, sepse seksualiteti nuk është mëkat. Abuzimi me seksualitetin është mëkat. Por seksualiteti kur ushtrohet brenda ligjeve të Zotit dhe të natyrës është bekim, sepse bashkon një çift, mashkull femër e bën një mish, plus e riprodhon natyrën njerëzore. Por abuzimi, dhe këtu nuk po flasim vetëm për abuzim, këtu po flasim edhe për pengim të seksualitetit, sepse nëse njëri ndjehet pa gjini, ai nuk kërkon më marrëdhënie. Ai që ndjehet pemë do shkojë me pemën, ai që ndjehet lule do shkojë me lulen, ai që ndjehet qen do shkojë me qenin, me kët ku do shkojë tash? Disa ndjen tash edhe disa ndjen edhe robot, disa ndjen alien. Ku do vemi tush? Domethënë, po kalu ky gardi, atëherë pastaj nuk di ku do ndalojmë. Dhe do presim dëshkime hynore, sepse, shiko, bota nuk është e jona. Ne na i ka dhënë Zoti për menaxhim. Historia ka vërtetuar që kur njerëzimi ka prekur atë që nuk preket, pra ka prishur atë që nuk prishet, që është atë që ka krijuar Zoti, si natyrën, por edhe veten e tij, patjetër që Zoti ka ndërhyrë, sepse është e Zotit. Dhe ka katastrofa globale, siç kemi përmbytjen e Noës. Pse ndodhi përmbytja e Noës, që është një katastrofë globale? Sepse njerëzimi u çtur, u bë mish, domethënë e humbi logjikën, dhe u mbush bota me dhunë. Atëherë Zoti u pendua që krijoi njeriu. Pse u dënuan me katastrofë globale ose me katastrofë, si them, të dukshme edhe për ditën e sotme Sodoma dhe Gomora? Sepse pra njerëzimi kaloi nga natyralitet dhe denaturalitet. Po këto janë fakte historike, gjurmë të historisë. Dhe po ta shikojmë, shumë mbretëri, perandori që kanë qenë, të gjitha erozuar, kur seksualiteti ka qenë qëllimi primar i këtyre shoqërive, madje perversioni është ligjëruar. Dhe ka rënë perandorit më të mëdha, perse, siriane, greke, romake, gjitha këto perandori kanë rënë sepse kanë shturur atë që është natyral. Pse mendojmë se neve jemi imun? Po shikoj botën sot. Bota sot nesër fillon një luftë globale. Kjo lufta globale dhe që do mendohet të jetë me armë bërthamore, nuk është gjë tjetër, siç e thotë dhe atë Efremi i Arizonës. Sodoma dhe Gomora thotë u dënuan me zjarr të squfur. Sot nuk ka nevojë për zjarr të squfur, sepse zjarri dhe squfur ka përgatitur vetë njerëzimi me armët bërthamore. Pra do ta lëm tash veten të ekspozuar për këtë pakic që ne të vuajmë një ndëshkim global, një katastrofë globale, sepse duan këta të çturen dhe të çmenden dhe të bëhet ligj. Prandaj shoqëria duhet ngrihet në këmbë. Nëse ne nuk flasim, por heshtim, ne jemi bashkëfajtor. Sepse ka disa njerëz që thonë, më ky nuk është problemi im. Le të bëjnë ata. Ne nuk themi çfarë bëjnë ata në jetën e tyre private. Ore si ndjehet ai. Jeta private është jeta private. Ne nuk hym as në jetën e tyre, as në dhomat e tyre, por kur kjo bëhet publike, kjo imponohet publikut, aq më tepër bëhet një ligj shoqëror, këtu është një problem që gjithë duhet të ngrihemi dhe të zgjohemi dhe themi jo, stop, deri këtu. Ne do mbrojmë natyralitetin, se këtu nuk po flasim thjesht për idera kështu konservatorë, liberal, po flasim natyralitetin, denaturalitetin. Ky është një shformim i identitetit njerëzor. Patjetër, ne jemi krijuar mashkull dhe femër, sepse jo më kot na ka krijuar Zoti mashkull dhe femër. Ne jemi krijuar sipas ikonës Perëndis. Dhe ikona dhe Perëndia është një qenie në 3 persona. Është një bashkim personal. Kështu dhe njeriu është një pasqyrim i Zotit Trinitar,
Prandaj është krijuar mashkull dhe femër që ai të jetë një qenie në një esencë humane, por me persona të ndryshëm dhe mashkull dhe femër që të kenë mundësi të bashkohen. Se dy të kundërta bashkohen, ky është ligj fizike, nuk bashkohen dy të njëjta. Kuptove? Dhe nga ky bashkim lind dhe aplikohet dashuria, dhe nga kjo dashuri riprodhohet raca njerëzore, që kemi dhe sot e kësaj dite. Dhe tek Zoti mashkull dhe femër janë të barabartë, jo si funksione, por si virtute. Ne nuk ka një virtut që e ka mashkulli dhe nuk e ka femra. Funksionet janë ndryshme. Funksionet ndryshme ka mashkulli në jetë, funksionet ndryshme ka femra. Sot po i miksojmë këto funksione. Dhe për shembull, edhe brenda kishës, funksione ndryshme ka mashkulli, për shembull mashkulli mund të kryejë detyrën priftërore, sepse Krishti ishte një burr, që si them, është Adami i dytë, kurse femrat nuk mund të bëjnë detyrën priftërore, sepse nuk e kanë këtë detyrë, por ata duhet mbështesin burrin dhe ndihmojnë edhe brenda komunitetit kishtar, siç kemi priftin, kemi edhe priftëreshën. Por priftëresha nuk bën detyrën e priftit, por ndihmon priftin. Pra, janë funksione. Tani, funksionet janë të ndara, ama virtutet, dhuratat dhe si qenie janë të barabartë tek Zoti. Dhe shoqëria sot ka përparuar dhe ka vërë ligje që burri dhe gruaja janë të barabartë. Por tani përveç saj barazie, ne po ngatrojmë funksionet, po ngatrojmë dhe naturalitetin. Për shembull, edhe siç e kemi ne në teologjinë tonë, eskatologjinë, që kemi ngjalljen e të vdekurve, kur të ngjallen trupat e të vdekurve, pavarësisht se nuk do kenë organe seksuale, sepse njeriu nuk do riprodhohet më, por do ketë identitetin mashkull dhe femër. Siç e kemi sot, Krishtin e kemi një njeri të gjallë, e kemi mashkull, kemi dhe zonjën Shëmari, që dhe ajo ka kaluar nga vdekja, pra është rimar në qiell, dhe ajo është një femër. Nuk kemi tani një miksim mashkull-femër, pra ruhet identiteti mashkull dhe femër, sepse jemi krijuar në këtë mënyrë nga Perëndia. Perëndia di më shumë se neve. Dhe na ka krijuar sepse ka një qëllim, që të shprehim atë unitetin që ka Perëndia në tre persona, por dhe të ushtrohemi në dashuri. Ndryshe, ne do bëjmë qenie egocentrike, secili do ndjehet i vetëm dhe i veçuar nga tjetri, dhe kjo është qëllimi i armikut përbashkë që është djalli. Si them, për ça e sundon. Deviza për ça e sundon. Fragmentarizohet shoqëria njerëzore dhe ku ajo fragmentarizohet më shumë? Në familje. Po ndave burrin me gruan, pastaj diken ndarë të gjithë. Se ndanë dhe fëmijët, ndanë gjithë. Dhe ku pastaj bën një shoqëri egocentrike që ai armiku i padukshëm e ka shumë të lehtë të përmbushi agjentën e tij që të na bëj sklever dhe të heqë çdo kënaqësi, edhe atë që është seksuale, që në vetvete tash është e mirë. Miron, unë shpresoj shumë që projekt ligji mos miratohet në parlament sot, sepse atëherë pastaj realisht nuk arrit dot ta kuptojë se cilat do ishte një gabim i madh, jo vetëm për ata që votojnë. Do ishte një gabim i madh për të gjithë vendin tonë. Ne jemi një vend me shumë kusure. Jemi një vend shumë i vogël. Nuk mund të bëjmë eksperimente të tilla. Prandaj duhet ta ruajmë atë që edhe bota na vlerëson. Na vlerëson për shumë për harmoninë fetare, por na vlerëson edhe për familjen tradicionale. Mashkull dhe femër, siç është ligji deri më sot. Tash le t'i ruajmë këto, të paktën këto që kemi, dhe të jemi vetvetja. Nuk është ky kusht për të hyrë në Evropë. Atëherë nëse është ky kushti, ta thash dhe përsëris, atëherë Evropa nuk është në interesin tonë. Po është në dëmin tonë, dhe këto ligje janë në dëm të gjithë njerëzimit. Dhe provokojnë zemërimin e Perëndisë. Miron, shumë faleminderit. Faleminderit juve.